Përshëndetje të dashur miq dhe ndjekës të faqes tonë e Real Estate. Ja të kemi sot për t'ju prezantuar një mundësi të shkëlqyer për ju që jeni në kërkim, qoftë të njësie e banimi, por edhe të njësie e biznesi në afërsi të saj. Në qoftë se do të keni mundësi të zhndroni të dyja në një, atëherë do keni mundësi dhe për një ulje çmimi të qeras. Le të shohim pikë së pari mundësinë e biznesit e cila na ofrohet. Më pas dhe atë të banimit. Më ndiqni ju lutem. Të ndodhur brenda këtij ambienti, 50% ndërtim i të cilit është fasadë xhami, pjesë e një celi rrugë, nga ku do të mund të ekspozoni mallin që do të doni të shisni. Por gjithashtu, në rastin më të mirë, në rast se ai përdoret si një studio, qoftë kjo një studio arkitekture, apo si një klinikë dentare, ju do të mund të keni ndriçim natyral gjatë gjithë ditës. Nuk është vetëm ambienti i tij shfrytëzueshëm si biznesi, integruar në ta, gjithashtu është dhe tualeti. Një tualet që do të jetë i përdorshëm në çdo moment që do të ketë nevojë. Por, mbi këtë njësi biznesi 35 metra katror, e cila vjen për ju me një shera të veçuar për 220.000 lekë të vjetra, të cilat sigurisht që mund të jenë të diskutueshme në varësi të situatës, po e theksoj për mbi këtë dyqan. Ndodhet dhe njësia e banimit 2+1 totalisht e arreduar. Le ta shohim dhe atë, më ndiqni ju lutem. Ndodhemi në brendësi të këtyre ambienteve të banimit, të organizimit 2+1, që ashtu si mund të shihet, janë të organizuara, të mobiluara në mënyrën më të mirë të mundshme dhe moderne. Por le të shohim më në veçanti se çfarë na prezantojnë ato. Më ndiqni. Kjo sallon kuzhinë, ndodhur në pjesën lindore të kësaj ndërtese, është e gjitha e kompletuar si me mobiljen, ashtu dhe me elektroshtëpiaket e nevojshme për përdorim dhe shfrytëzim në çdo moment të jetës në ta. Aksesi i saj në pjesën lindore, duke qenë se ka dhe dritaret në atë pjesë. Do t'ju sjell dritë të bollshme gjatë gjithë kohës, që ju do të vendosni ta shfrytëzoni për jetesë këtë njësi banimi. Por e integruar në ta, është gjithashtu dhe ky balkon gjigant, nga ku do të keni mundësinë e shfrytëzimit të tij për çfarë do lloj mundësie. Por, korridori lidhen dhe dy ambientet e tjera të akomodimit të kësaj njësie banimit, të cilat janë dhomat e gjumit. Le t'i shohim dhe ata. Dhoma e gjumit e ndodhur në pjesën perëndimore. Siç mund të shihet, është e gjitha e mobiluar, e arreduar dhe ka të integruar në ta dhe balkonin. Një balkon i personalizuar, të cilin do të mund ta shfrytëzoni sipas dëshirës tuaj. Por jo vetëm të dashurinë. Gjithashtu dhoma tjetër e gjumit e ndodhur në pjesën lindore. Dhe kjo e arreduar, e komplektuar e gjitha me mobiljet e nevojshme dhe gjithashtu me një super balkon në pjesën lindore të saj, i cili gjithashtu mund të shfrytëzohet sipas dëshirave dhe nevojave tuaja. Por nuk mbarojnë hapësirat e shfrytëzimit të këtij si banimi. Gjithashtu kemi edhe këtë dhomë e cila mund të përdoret për lavatriçen dhe thosën e rrobave. Dhe gjithashtu e fundit, por jo për nga rëndësia, është dhe tualeti. Një tualet i gjerë i bollshëm, komod, modern, i cili është gati për përdorim në çdo moment prej jush. Ai gjithashtu ka një dritare e cila do të bëjë ventilimin e tij natyral. Këto ambiente, ngrojen dhe ftojen e tyre, e arrin nëpërmjet kondicionerit toksor, i cili do të jap efikasitet të plot gjatë përdorimit, pasi është një nga markat më të mira. Por, le të dalim atje ku është më kryesorja. Çmimi i qeras të këtyre ambienteve, të cilat do të vinë për ju me një çmim qeraj prej 350 euro në muaj, të cilat sigurisht mund të ngelen të diskutueshme në varësi të situatës. Pra studios tonë e Real Estate, e cila ndodhet në bulevardin Gjergj Kastrioti dhe kryqëzimin e rrugës 1 Maj. Dhe mos harroni, pronat më të mira i gjeni tek ne. Për çdo informacion shtesë apo një vizitë në pronë, mund të na telefononi në numrat tanë të telefonit 069 39 88 918 ose në numrin tjetër 069 78 96 222. Real Estate, emri që duhet i besoni. Tek ne, më shpejt, më sakt, më sigurt. Ju mirëpresim.